shumë shpejt. Apo nuk po na zbulan asgjë? Ja u kisha veç do detaje që është një person që është shumë i përfolur edhe ai. E po bëmi ditë përfolur e të këshirëm qa po ndodh. Në rregull. Që kjo është i vetmi sen që mu i u jap, shihemi kismet. Në rregull. Po besoj që ti nuk do ndalesh edhe. Jo, asnjëherë. Përveç kësaj, po besoj që kemi me të po edhe më gjatë, pavarësisht se deri më tani ndoshta ke realizu një ose dy intervista me figura publike, mirë po je e hopur çdo herë, edhe po besoj që ju bën ftesa edhe te artistëve. Po normal, pse jo? Do kemi intervista prej teje me figura publike apo vetëm do jesh me qytetar? Po pse jo, kemi edhe do plane tjera që shumë shpejt kam realizu. E di që ke përgatit diçka? Jemi edhe të përgatit diçka, po kam shumë shpejt. Apo nuk po na zbulan asgjë? Ja u kisha veç do detaje që është një person që është shumë i përfolur edhe ai. E po bëmi ditë përfolur e të këshirëm qa po ndodh. Në rregull. Që kjo është i vetmi sen që mu i u jap, shihemi kismet. Në rregull. Po besoj që ti nuk do ndalesh edhe. Jo, asnjëherë. Përveç kësaj, po besoj që kemi me të po edhe më gjatë, pavarësisht se deri më tani ndoshta ke realizu një ose dy intervista me figura publike, mirë po je e hopur çdo herë, edhe po besoj që ju bën ftesa edhe te artistëve. Po normal, pse jo? Kena me pas shumë intervista edhe me artist, edhe me shumë njerëz tjerë. Në rregull. Kujtesa, po du me u kthy edhe pak tek sheshi. Na trego, se dim që sheshi është i paplanifikuar realisht. Ka raste kur ndoshta edhe ti je emocionuar, kanë treguar ndonjë ngjarje, ndonjë histori, edhe ku të ka prek edhe ty personalisht? Kom majt shumë intervista me tone, gëzan. Ka pas edhe histori shumë fani, po edhe asi që pak të prekon. Ka ra dhe me ndi një histori për një djallë, një femën që janë prish, diçka që ajo pak na prek, me njëherë kur të njëna që se histori dashuris, po ma shumë jënë ka ndo fani, do që shto që ju ka ndodh njët, ma jo shumë dhemshme kështu, kështu që sështë që më ka mejt diçka që me thanë wow, përveç asajt pare, që ta shpak që ishim pas ndakeq. Ajo, në rregull. Kujtesa, ka pak ditë që ke fillu punën në emisionin 05, realisht mirë po na trega, ka pas nga media tjera shumë interesim për me të pas në studio për intervista. Na trega, ke marrë ftesa të shumta edhe nga kush apo nuk do me folë për këtë pjesë? Nga kush, realisht? Po, egzon, këm pas shumë ftesa në fakt për me shku në për emisione, po për momentin që shtash unë jam me fokusu me veç në për videot e mija për Vox Pop, e qëto edhe nuk kom pranu me thonë drejtën, nuk jem shku në asë një emision tjetër, është do me thonë që tash emisioni parë që në kom vendosë me folë publikisht rreth Pa tjetër në 05. Në 05 si gjithmonë, po njëherë për momentin jam veç e fokusu me në drejtimin tam, me bu sa ma shumë intervista, ma ndej që ndodhë nuk mujmë me thonë sa, për momentin jo nuk kom shku asë njëherë.